LSDM ka kritikuar politikat e qeverisë për ndërtimin e data qendrave, duke akuzuar pushtetin se po I shtyn këto investime pavarësisht mungesës së ujit dhe energjisë elektrike, ndërsa paralajmëroi se maqemeria e veriut do të detyrohet të importojë energji për nevojat e saj. Nga LSDM pretendojnë se qendrat e të dhënave do të rrisin presionin mbi burimet ujore dhe energjetike dhe mund të çojnë në rritjen e faturave për qytetarët. Jedan golem data centar troši među 1 I 3 milioni litri voda dnevno, колку што троши град со 15.000 до 30.000 жители. Нашата инфраструктура не може да ја издржи и носи ризик од рестрикции за вода и покачување на цените на струјата. А видовме што се случува и со водата. Владата на Мицковски не може да обезбеди доволно чиста вода за пиење, а не повеќе. VMRO-DPMNE u përgjigj duke akuzuar opozitën për gënjeshtra dhe përhapje të frikës, ndërsa theksoi se LSDM po I përzihen qendrat e mëdha komerciale të të dhënave me qendrën kombëtare të të dhënave, të cilën qeveria planifikon ta ndërtojë për nevojat e shtetit dhe qytetarëve. Qëllimi I qendrës kombëtare të dhënave është që në një vend modern, shumë të mbrojtur dhe energjetikisht efikas të ruhen të dhënat që tani janë të shpërndara në qendra të ndryshme të dhënave dhe funksionojnë me standarde të ndryshme të sigurisë. Me këtë shteti kursen dhe përfiton infrastrukturë të centralizuar me standarde dukshëm më të larta të sigurisë, ndërsa mjetet planifikon të sigurojnë në formën e granteve dhe shtesë me financim të favorshëm nga partnerët ndërkombëtar. DPMNE thot se rezultatet e transformimit digital mbështeten në raportin e Komisionit Evropian për vitin 2025. Nga ana tjetër, socialdemokratët shprehen se nuk janë kundër digitalizimit, por kundërshtojnë rrezikimin e ujit dhe energjisë, sipas tyre për interesa biznesore.